E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish në kanalin në Monitor TV me mua Tirona Lilin për të ndarë ngjarjet më të fundit dhe dinamikat në fakt më interesante që po ndodhin në shtëpinë e Big Brother dhe jashtë asaj, por këtë herë do të flasim jo vetëm për Big Brother, por do të flasim edhe për banor që kanë lënë pika në shpirt të shqiptarëve me qëndrimin e tyre në Big Brother. Egli Taku ka qenë shumë e përfolur këto ditët e fundit për një dyshim, në fakt për një hamencim të një postimi që ajo ka nxjerrur në Instagramin e saj që mund të ketë krijuar një marrëdhënie apo mund të jetë fejuar, kështu siç thon fansat. Egli Taku ka postuar një fotografi që në fakt është që duke që është nga televizori, ku Egli shkruan: "Erdha prap te ky vendi sonte se më ngeli mendja. Isha me këngën time të re, tu mbrëm për darkë. I vura unazën në gisht se më ka marrë zemrën akoma pa dalë." Do me thënë, Egli Tako nuk thot që i vura unazën në gisht një djalit, po që se të ulemi dhe ta logjikojmë se çfarë ka shkruar ajo, Egli po tregon që është duke përgatitur projektin e saj të ri. Është duke përgatitur këngën e saj të re, jo se është fejuar me dikë. I vura në gisht unazën do të thotë që i ka vënë në gisht unazën këngës, është dashuruar me projektin e saj, është dashuruar me këngën e saj, dhe dashuria e madhe në këngën e saj e ka bërë Egli Takon që t'i thotë i vura unazën në gisht këngës time. Do të thënë një projekt i cili pritet që të vi më bukur se kur, i cili pritet që të vi me energji më të bukur se kur dhe me dashurinë më të madhe nga publiku shqiptar. Egli Tako do me thënë ka treguar që është duke punuar një projekt, që duke që është një projekt tepër sentimental nga ambienti që ajo në fakt ka treguar në storin e saj, që tregon që do me thënë do të vi shumë shpejt, do të rikthehet në skenën muzikore me një super ndoshta balat të bukur që i kushtohet dashurisë, pasi që flasim këtu për unazën, ndoshta është ndonjë tematik që flitet për një martesë, për një lidhje, për një marrëdhënie. Kjo gjë nuk dihet, do me thënë betëm pikpyetje, por që ka emocion, duke që ka shumë. Egli duke që po përgatit gjëra të bukura, po përgatit momente të bukura, kështu që do ta presim me shumë dashuri. Por pjesë e një diskutimi ditën e dieshme në raport me Eglin ka qenë dhe aktori i humorit i njohur Olsi Byliku, një lidhje më hershme që Egli ka patur me Olsin. Aktori i humorit Olsi Byliku është rikthyer historisë me Egli Takon dhe ka folur për një nga pendesat lidhur me këtë lidhje që përfundoi pas disa vitesh. Ai ka treguar se ka modifikuar një tatuazh të realizuar vite më parë. Bëhet fjalë për një tatuazh me gjysmë hëne dhe gjysmë dielli, i cili në atë kohë kishte një domethënie sentimentale. Megjithatë, Olsi ka vendosur ta ndryshojë duke pranuar se është penduar për të. Jam penduar për një tatuazh që kam pasur me ish partneren. E kam ndryshuar, ka qenë një gjysmë hëne dhe gjysmë dielli. Kam bërë një maskë të aktrimit, është shprehur Olsi. Kujtojmë që edhe vet Egli e ka komentuar më herët të tatuazh duke thënë: "Kam një tatuazh këtu poshtë te këmba që janë dallgët e detit dhe perëndimi, unë e dua shumë perëndimin dhe pse ka qenë një tatuazh couple tattoo. Tani është single tattoo, prap bën shumë sens sepse perëndimi është pamja ime e preferuar në botë. Unë kam diellin, Olsi ka hënën." Olsi dhe Egli kanë qenë për disa vite në një lidhje dashurie e cila përfundoi 2 vite më parë aktualisht. Olsi është i lumtur në krah të partneres së tij të re, Denada Lurës. Do të thënë Olsi ka mbyllur komplet këtë rrugtimi që ka patur me Eglin, ndërsa Egli ka mbyllur komplet rrugtimin që ka patur me Olsin, kuptohet, dhe tashmë po sjellën një projekt të ri. Do të thënë që ta përmbyll nuk është fejuar Egli, janë thjesht hamencimet e publikut që në fakt dëshirojnë ta shohin Eglin në krah të një djalit, pse jo, do të ishte një diçka shumë e bukur, por Egli ka përcjellur që të qëndron e mbyllur në këtë drejtim. Ajo po punon një projekt dhe këtë unazën e ja ka vënë projektit të saj.